Shohen shpat kasapi dhe Selvia? Duket se herët e zeza kanë zbritur mbi çiftin e njohur Shpat Kasapi dhe bashkëshorten e tij Selvien. Burimet e prives nga Liberta tregojnë se martesa e tyre është në një krizë serioze, ndoshta e mbaruar. Kjo situatë ka filluar të marrëdhënë për shkak të problemeve që çifti ka pasur në të kaluaren, por sipas disa burimeve, ata prej disa javësh nuk janë më bashkë. Kjo ka krijuar një atmosferë të tensionuar dhe spekulime të shumta në media dhe ndërmes të tyre të ngushtë. Një fakt që vërteton këtë situatë është edhe mungesa e aktiviteteve sociale që ata kanë pasur së bashku. Edhe në rrjetet sociale, ata kanë hequr dorë nga ndjekja njëri tjetrit, një veprim që shpeshherë kupton probleme të thella brenda një marrëdhënie. Kjo ka ngritur dyshime tek ndjekësit e tyre dhe miqt, të cilët kanë filluar të pyesin për arsyeën e kësaj ndarje. Selvia, e cila është shumë aktive në rrjetet sociale, postoi së fundmi një mesazh emocional në Insta Story, ku shkruante: Po kaloj një periudhë të vështirë në jetë dhe më besoni, nëse unë e kam bërë, mundin edhe ju. Këtë fjalë kanë rënë në sy të shumë fansave, të cilët kanë filluar të interpretojnë gjithçka si sinjal në një krizë emocionale që ata po përjetojnë, ndoshta për shkak të një marrëdhënie të saj me shpatin. Mesazhi i Selvies ishte i fuqishëm, duke kërkuar nga ndjekësit të mos dorëzohen përballë vështirësive. Ajo theksoi se çdo person duhet të jetë zonja e vetes, duke nxitur një energji pozitive, pavarësisht sfidave të jetës. Megjithatë, fjalët e saj janë ndjekur nga detajet e tjera që flasin më shumë se fjalët e bukura. Edhe pse çifti Shpati dhe Selvia po kalojnë një periudhë të vështirë, është e rëndësishme që ata të gjejnë mënyrën e duhur për të kaluar këto sfida, si në jetën personale, ashtu edhe në ato profesionale. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.